Si mund të masim peshën e një objekti me një saktësi më të madhe se ç'na lejon peshorja. Nëse kemi shumë si ky objekt, atëherë ne kemi mundësi që ta masim objektin edhe më saktë se ç'na lejon peshorja. Vendos objektin ke peshorja dhe shohim që objekti peshon 4 gram. Por, duke thënë 4 gram, neve nuk di më saktë është 3.5 apo 4.4 gram. Atëherë, nëse ne vendosim objektin e dytë, vendosim objektin e tretë me të njëjtën peshë dhe shohim që të tre objektet peshojnë 13 gram. Po një objekt, atëherë na hyn metoda e pjesëtimit. Kemi një mundësi më shumë për të gjetur edhe më saktë vlerën. Atëherë 13 pjesëtim për 3 është barabartë me 4.3. Që këtu me 3 objekte ne morëm vesh që ky objekt është mbi 4. Në fillim thamë që mund të jetë nga 3.5 deri në 4.4. Tash themi që është rrotull pik 3-shit, 4.3. Më thonë është mbi 4 gram një objekti vetëm. Në qoftë se ne do vazhdojmë të shtojmë monedha, në këtë rast, objekte të ngjashme, kjo vlera këtu do dalë gjithmonë më saktë më saktë. Pasi gjem peshën e një objekti mjaftueshëm saktë, mund të përdorësh këtë numër, këtë vlerë për të gjetur numrin e një grupi të madh objektesh të ngjashëm me këtë objekt në peshore. I gjithë ky grupi peshon 105 gram. Duke ditur se pesha e një objekti vetëm ishte rreth 4.3 gram, neve bëjmë pjesëtimin 105 pjesëtim për 4.3 dhe del që këtu kemi 24.4 objekte, dhe më dhënë kemi rreth 24 objekte. Dhe po të shohim 2, 4, 6, 8, 10, 23. Dhe më thëmë plus minus 24 objekte, dhe më thëmë duke ditur po të gjeshim vlerën dhe më saktë, normalisht do të gjeshim edhe më saktë numrin e këtyre objekteve. Në dyqane neve kemi peshore shumë të sakta, tek të cilat është vendosur pesha shumë e saktë e një objekti dhe këto peshore të gjejnë numrin e vidave apo goshdave që ne blejmë.